E të dashur miq, të ftuar për ditën e sotshme kemi rektorin e Universitetit të Tetovës, profesor Jusuf Zejneli, me cilin do flasim për arsimin, universitetin, studentët, sfidat e tyre, si dhe zhvillimin e arsimit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Por që do të ndalemi padyshim edhe në librin e tij më të fundit. E këtu në studio bashkë me mua profesori Jusuf Zejneli. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, Samra, mirë se u gjetëm dhe s'parim lejoni që faqim mirënjohjen tonë për mundësinë kohën që ndani të prezentojmë zhvillimet aktuale të cilat ndodhin në Universitetin e Tetovës, sfidat si dhe perspektivat tona. U jemi mirënjohës ju gjithë stafit kësaj shtëpie mediale që të kemi mundësi do të komunikojmë dhe zhvillimet tona të përcjellë dhe opinioni i gjerë. Faleminderit. Çka ndodh aktualisht në Universitetin e Tetovës? Shohim që ka shumë aktivitete të ndryshme dhe atë. Në fakt mundohemi edhe ne të përcjellim për arsye se kemi shumë njësi, ju e dini janë 13 fakultete, 100 programe studimore, edhe çdo ditë, çdo javë, çdo muaj për vitet më të diet kemi risi, kemi aktivitete të cilat ndodhin edhe në momentin që flasim. Vetëm gjatë kësaj jave do thotë po mundohem të kujtoj disa nga aktivitetet më kyçe, së bashku me Federatën Universale të Paqes kemi patur një konferencë ndërkombëtare jashtëzakonisht të nivelit të lartë. Dhe me këtë rast duhet i falenderoj gjithë partnerët, bashkëorganizatorët, gjithë stafin tonë në Universitetin e Tetovës, gjithë zyrat, administrat, profesor, shërbimet profesionale që kanë qenë të orientuar që kjo konferencë të zhvillohet ashtu siç i ka hije me atë protokolin mbi pritjen tonë, por duke shtu edhe sidomos anën profesionale. Është një konferencë për cilën po e veçoj për arsye se krahas pjesëmarrësve do thotë atyre të cilët janë udhëheqësit krerët e organizatës botërore të paqes, ne kemi patur shumë profesorë, ekspertë nga jashtë, cilët kanë trajtuar tema për paqen, por njëkohësisht me një pjesë edhe unë kam sqaruar çështjen e paqes që ne e dimë rrethonat të cilët kanë përcjell vendin tonë, e kam thënë që faktisht realisht Universiteti i Tetovës është tempulli i dijes i cili më shumë të ja di vlerën paqes nga vetë fakti se ne do thotë kemi kalu shumë vështirësi për me mritë paqen e kemi arrit me gjak, me dëshmor, edhe për atë ja di më shumë t'i vlerën, kështu që se ka patur vizitorë cilët ndoshta nuk i kanë ditë mirë historinë, që kur të lexojnë mos thonë se pse nuk i kanë patur këtë njohuri, edhe unë mendoj që ata cilët i kanë kaluar sfidat më të mëdha vështirësitë, ato ja di vlerën paqes. Të tjerët ndoshta kanë pak më vështirë. Por shpresojmë që të kontribuojnë. Edhe më e mira semra që ka qenë që kemi patur shumë studentë të cilët kanë qenë të inkuadruar, të involvuar në këtë konferencë. Kur janë studentët, atëherë edhe unë si rektor jam radhë. Do thotë, pa marrë parasysh cili është qëndrimi i mendimit i tyre, e rëndësishme që ata të jenë të inkuadruar. Se ne shpesh ndonjëherë themi përvoja, ky kriter, ai kriter, në fakt puna më e mirë është inkuadrimi. Nëse inkuadron triun, atëherë je okay. Ai e merr përvojën, ta vjet përvojën, krijohet se dëshiron të arrijë, dëshiron të bën karrierë, dëshiron të jetë sa më profesionist. Kështu që e parë është që ne kur inkuadrojmë studentët, edhe ato janë aktiv, kjo është mbi gjitha, edhe më e mira është që edhe në bashkëpunimin që kemi me këto organizata të paqes dhe të tjera, shumë studentë tanë, pa edhe universitete të tjera, kanë arritur që të prezantojnë, të hartojnë projekte të cilët edhe arritën ti paraqesin konkretisht dhe kanë marrë edhe vendet para, por pa marrë parasysh çmimet e rëndësishme që ato kanë gatishmërinë, janë të inkurajuar dhe ne kanë lehtësuar ne do thotë këtë. Kjo është për sa i përket shkurt semra çështjes së kësaj konferencë me Federatën Universale të Paqes, njësi degët e saj, dhe është një ngjarje e veçantë që ka ndodhur pra këtë javë, është edhe kemi nënshtruar një memorandum të bashkëpunimit me Komisionin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi. E dim që është një komision mjaft më pesh, ka një vend të veçantë në kuadër të sistemit juridik tonin, i cili pra kujdeset në sferën e mbrojtjes apo mekanizëm shtesë në mbrojtjen e lirive, drejtave themelore të qytetarëve tanë. Dhe ajo që është më e mira se në aktin e nënshkrimit ne kemi patur edhe një numër të konsiderueshëm të studentëve të Fakultetit Administrim Biznesit nga Kumanova, pra që në Kumanov ne kemi njësinë tonë, kemi Fakultetin Administrim Biznesit,
pra nuk është disperzim, po me ligj është njësi themelore, është njësi e Universitetit Tetovës fakultet, por organizohet dhe funksionon në qytetin e Kumanovës, dhe ne kishim dëshirë që nga fakti që nuk i ndajmë studentët në bazë të qyteteve, edhe isha shumë i lumtur që edhe nga qyteti Kumanovës kryesisht ishin studentët tanë, në dëshmitarë, dhe ato atë ditë kanë ndjekur edhe një pjesë të praktikës, trajnimit, me që raste dhe janë të certifikuar, se krahas asaj që ne ju krijojmë edhe mundësi studentëve tanë që të ndjekim pjesën praktike, por ndonjëherë kjo mundësi arrihet edhe indirekt. Kur kemi një marrëveshje bashkëpunimi, madje vazhdohet edhe një pjesë tjetër, ndëgjoj një prezantim, një ligjërat, kyçën me pyetje përgjigje, dhe ajo del diçka më e bukur. Do të thotë janë disa nga zhvillimet momentale të cilat ndodhin, sigurisht ne tash u përgjigjemi ftesave që kemi në bashkëpunim me institucione të tjera. Aktualisht ndodh një konferencë në Ministrinë e Arsimit, Ministritë e Arsimit të Shtetit të Rajonit, ku kemi përfaqësuesit tanë, edhe çdo ditë do të thotë me asociacione, organizata, partner, universitete brenda jashtë vendit ka do të thotë diçka, një ngjarje ku universiteti ynë prezantohet, dhe mundohemi që të jemi sa më inovativ dhe të jemi prezent çdo kund nga vetë fakti që të prezantojmë të arriturat tona, sfidat, vështirësitë, krijojmë partner për t'i tejkaluar ata, por edhe njëkohësisht të tregojmë se kush jemi, për arsye se Universiteti i Tetovës tash është një emblem i njohur, e qëndrueshme dhe ka një vizion të qartë të zhvillimit të saj. Shumë e vërtet. E përmendet pak më herët që edhe studentët janë të inkuadruar. Më trego se si presin studentët këta aktivitete të shumta? Po ato e parë është se zakonisht janë të emocionuar, më pëlqejnë atë emocionet e studentëve kur inkuadrohen, ndonjëherë kanë atë frikën fillestare që si do dalin, që është një ndjenjë shumë e mirë, edhe më pëlqen ajo, po e rëndësishme është inkuadrimi. Kur ata inkuadrohen, ju dini shpesh që them nuk është problem me profesorin edhe me gabu, ju e rëndësishme të jeni të inkuadruar, se askush nuk ka lind të ditur, gjithë janë mësu, por e rëndësishme që kur ata marrin pjesë, i japin një ngjyrë, japin një shije tjetër çdo organizimi, për arsye se këtu pak vjen edhe shprehja e mendimeve dhe botkuptimeve të gjeneratave. Ndoshta edhe janë shumë të lirshëm dhe të shprehin mendimet e tyre në aktivitete të ndryshme. Janë më të lirë, normal që janë edhe më inovativ se të gjithë, por ndonjëherë pak duhen pak disi me mos e mbejtë të rrugë, po me ju gjetë mundësinë pak me i bind që të jenë pjesëmarrës në aktivitet, edhe madje kur e fillojnë, normal që janë më kreativ. Edhe bindja ime do të thotë që këtë ndoshta nuk e them shumë, po mundom ta bëj praktikisht me ndihmu gjeneratës së re. Edhe më se më shumë ti do të vinë shprehje gjenerata e re, duke respektuar përvojën e gjithëve, po është gjenerata e re. Për arsye se në shumë vende folet, flitet, për shembull përfaqësimi i trive, përfaqësimi gjinor, rrallë kush e respekton. Këtë tash flemi shumë fort, flasim me transparencë. Do të thotë debate, shkrime ka sa dush, por rrallë ka bartës të funksionit publik që respekton. O mundohem si rektor të respektoj edhe përfaqësimin gjinor, edhe përfaqësimin e trive, inkuadrimin, mundësinë, shansat, edhe 100% jam më shumë të mata, edhe them disa herë, edhe nëse gabojnë jam mata për misohen gabimet, por që të kenë mundësi ata të vinë në shprehje, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të ecim para si shtet, duke respektuar përvojën e çdo njërit, mirë po nëse nuk japim hapësirën, nëse nuk lëvizim pak për brezat e ri, atëherë ndonjëherë mund bëjmë edhe pengesë. Për atë këtë arsye duhet se sa më shumë të japim hapësirë të rive, për arsye se idetë shterën, atrit, do të thotë janë inovativ edhe nuk e lejnë, aty ruhet ai kontinuiteti. Sigurisht keni pasur vërejtjet e juaja institucionale për draft ligjin të arsimit të lartë, cilat veprime i ndërmori Universiteti i Tetovës? Tash, po, semra është një temë do të thotë e cila po diskutohet mjaft, edhe natyrisht është një interes kyç madhor i cili do të në këtë draft ligj do të thotë janë të interesuar tani gjithë profesorët, universitetet kanë mendimet, vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet e tyre. Edhe në si Universiteti i Tetovës do të thotë në mënyrë shumë dinjitoze do të thotë kemi qasë kësaj çështje kësaj teme. Spari nga momenti kur draft ligji i arsimit lart u publikua në sistemin ENER, ne të njëjtin e kemi shpërndar të çdo profesor, çdo mësimdhënës. Edhe në çdo fakultet ka patur debate përkatëse dhe profesorët kanë qenë normal të lirë, që kanë shfaqur idetë, vërejtjet e tyre, dhe të gjitha ato vërejtje janë votuar në këshillat mësimor shkencor në 13 fakultete sa ka Universiteti i Tetovës. Mandej pas janë shqyrtuar, pas që është marrë vendim në 13 këshilla mësimor shkencor të Universitetit të Tetovës,
Të njëjtët vërejtje ne kemi shqyrtuar edhe në Këshillin e Rektoratit. Këshilli i Rektoratit ka përgatitur do të thotë bashkë me shërbimet tona, sektorin juridik, kemi përgatitur një draft të veçantë me të gjitha vërejtjet, i kemi harmonizuar nga çdo fakultet, për arsye se pak a shumë janë ato të ngjashme. Dhe njëkohësisht krahas Këshillit të Rektoratit ka patur edhe do të thotë mbledhje të veçantë Senati i Universitetit të Tetovës për ta shqyrtuar do të thotë draft ligjin e arsimit lart. Tani Senati i Universitetit të Tetovës ka patur qëndrim që ligji do të thotë të tërhiqet me qëllim që të gjitha vërejtjet tona të cilat janë të arsyeshme, pse do thotë kemi vërejtje, pra nuk janë vetëm se ne kemi vërejtje thjesht, po do thotë kemi vërejtje, por kemi edhe propozime reale se si duhet të jetë, që të merren parasysh për këtë e është kërkuar tërheqja dhe të kemi një draft më të mirë, më të përsosur. Ne jemi për cilësi, por cilësia bëhet për shembull duke respektuar gjendjen reale. Tani nuk mund të ne të vrapojmë më shumë se sa mundet një shoqëri, një vend, një shtet, andaj duke patur parasysh gjendjen reale, në harmoni me këtë, do të thotë edhe ne kemi dhënë edhe vërejtjet tona, edhe ne kërkojmë që të merren parasysh në propozimin e ri. Na numëron vërejtjet kryesore? Po, sa në tani, natyrisht që ka shumë vërejtje, po ne jemi mundu t'i ndajmë diku janë 4-5 fusha kryesore në të cilat i kemi orientu këta vërejtjet. Disa nga më kryesoret është cënimi i autonomisë universitare, për arsye se parashihet një këshill universitar, e tash tek këshilli universitar parashihet që të ketë do thotë anëtar të cilët i emëron pushteti ekzekutiv dhe në këtë rast pra është brenga se cënohet autonomia universitare. Ne për institucion do thotë vendimarrës dhe ekzekutiv brenda çdo universiteti është Senati dhe Këshilli i Rektoratit, institucion që sjell vendime edhe që ekzekuton zbaton, pra Senati që sjell vendimet, Këshilli i Rektoratit që me rektorin i zbatojnë. Kështu që dhe përfaqësojnë universitetin. Andaj ne shohim si duplifikim dhe cënim të autonomisë universitare. Çështja tjetër është aspekti i revistave shkencore. Tani, ne theksuam se në Universitetin e Tetovës organizohen dhe funksionojnë 13 fakultete. Tash çdo fakultet ka revistën e vet. Për shembull, sikurse në shtëpinë juaj mediale, ju keni programet e ndryshme, tash lejoni pa ndërhit, do thotë si mund të jetë i mëngjesit, mes pasditës apo mbrëmjes, kulturës, artit, sportit, pra jeni shumë gazetarë sigurisht ashtu. Jeni një ekip e madhe. E tani secili nga ju do thotë ka një përvojë, ka një bagazh edhe mundohet të jep kontributin e vet. Edhe natyrisht që krejt kjo punë është një përvojë. Edhe që dikush do ta vlerëson, ne e vlerësojmë shumë. Kështu që ngjashëm është edhe puna e fakulteteve. Secili fakultet tani ka revistat e veta shkencore ndërkombëtare. Ne ka mbi 10 vite që i botojmë të njëjtat. Për me botu një revistë shkencore, kërkohet të organizojmë në gjatë vitit, i organizojmë 2-3 konferenca. Vinë 400-500 për shembull studiues, profesor nga vende, nga shtete të ndryshme, që edhe në aspektin do të thotë shkencor, organizativ, fizik, psiqik është një ngarkesë, por është edhe një kënaqësi, për arsye se dëshiron me arrit me dhënë një kontribut veçantë përkatës në këtë sferë, edhe krejt këta punimet pjesëmarrëse në konferencë, por edhe punimet tjera që dërgohen ndërkohë, ne i botojmë në revistat tona shkencore ndërkombëtare. E tani, ne kemi investuar me dekada që t'i krijojmë. E tash draft ligji i ri i arsimit lart nuk i parashën në marrjen e thirrjes zgjedhje të profesorëve që të llogariten edhe këta revista. Tani çka bëjmë? Do thotë themi në draft ligjin Web of Science, Scopus, krejt në rregull. Dakor. Tash ne vetëm do krijojmë diçka ndërkombëtare, po tonën a kemi ajo. Atëherë hajde ne krejt do marrim një status ndërkombëtar. Po ne kemi statusin ton, kemi emblemën ton si universitet, si shtet, si Universiteti i Tetovës, Televizioni i Maqedonisë, Republika e Maqedonisë Veriut, do thotë kemi vendin ton, kemi vlerat tona, kemi traditat, kulturën, shkencën. E tani kjo është ajo brenga jonë që ne ta respektojmë mjektet tonën që e kemi. Pra kjo është produkti jonë. Edhe pse është i mirë, po hajde edhe nëse ka për shembull ide, themi kushtimisht kontestuese dikund, kjo është vendi jonë, këto janë mundësitë tona, edhe ne jemi detyruar ta respektojmë produktin tonë, unë mendoj, në çdo sferë, jo vetëm në shkencë, si krijimtari intelektuale. Çdo kundi ta respektojmë tonën dhe të punojmë, besoj edhe ju dakordoni që ta përsosim. Unë e di që edhe ju për shembull dëshironi që të keni një teknologji shumë më të mirë, edhe po ta kishit sigurisht do të keni edhe më shumë sukses.
por në fakt ne duhet ta çmojmë që ju bëni shumë çka me këtë mundësi që e keni. Ngjashëm edhe ne në universitete. Me atë kushte, me atë mundësi funksionojmë dhe kemi produkt final krahas për shembull procesit mësimor që zhvillojmë ligjërata ushtrime, njëkohësisht do të thotë edhe procesin e veprimtarisë botuese. Dhe kjo është ajo sqarimi që ne japim në opinion që mos krijohet bindja se askush nuk është kundër cilësisë, ne kërkojmë cilësinë, ajo është do të thotë primarja jonë. Çdo mëngjes kur zgjohemi, kur shkojmë te puna, punojmë, edhe kur e kryejmë orarin e punës temi kushtimisht se ne s'kemi orar, po e shohim se sa jemi kreativ, sa arrim që të avansojmë cilësinë në mësimdhënie, në tërësi, në universitet. Mirë po, kjo është kërkesa jonë që në draft ligjin, pra të përfshihen krahas revistave në Web of Science, në Scopus, edhe revistat tona shkencore. Sikurse në Universitetin e Tetovës, pa na shkalu edhe revistat shkencore ndërkombëtare të cilat i botojnë edhe universitetet e tjera, pra duhet të vlerësuar puna, mundi, gjesa e çdo profesori. Edhe një ditë na mendojmë që shpejt do të jemi edhe ne, do t'i kemi të indeksuar edhe në Scopus këta revista, kështu që edhe ne do i kemi me qasje krejt ndërkombëtare, nuk ka asgjë të keqe. Pra kërkesat janë reale, nuk ka as diçka për shembull që themi që frihet ose nuk ka frikë, po thjesht është diçka reale që kërkohet që gjendja me cilën jemi që pasqyrohet realisht në vend të respektohet, edhe tendenca është që të ecim parë, edhe realisht sa ju e dini që kur miratohet një ligj, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në çdo shtet ligjdhënësi duhet ta ketë parasysh sparrin e juristat themi gjendje reale, në harmoni me atë me propozuar një ligj, një draft të ri, një propozim të ri, për arsye se qëllimi i ligjit është me i kontribu me rregulluar dhe më mirë atë që është. Tani ne të kërkojmë diçka që është shumë larg do kohë, po mendoj se gjithçka do të arrihet. Andaj kjo është ajo kërkesa, çështja tjetër është që shumë do të përmendim edhe aspektin e financimit të universiteteve, për arsye se gjithçka për me arrit më lart në një shkollë, natyrisht kërkohen edhe të mira materiale, kërkohet edhe një buxhet më i konsoliduar. Tani ne dim që fatmirësisht ishim bashkë gjithë rektorët e universiteteve publike me sindikatat, patëm reagimet tona, ndryshuam ligjin arsimit lart, nënshkruajtëm marrëveshjet kolektive me Kuvendi Republikan, pra si institucion që themelon universitetin, edhe pagat e sponsorëve fatmirësisht janë okay, janë do të mund të themi si shtetet e BE-s. Mirë po, është çështje që universitetet për të realizuar veprimtari shkencore ulëmtuese kërkojnë edhe buxhet të veçantë. Pra, duhet edhe buxheti të jetë pak më i lartë, më i konsoliduar, edhe krahas kësaj kur jemi te buxheti, që të parashihen edhe vende të reja të punës. Po e marr shembull, nëse ju nesër kryeni studimet e doktoraturës, në një sferë që është e nevojshme për një universitet, cili ndo universitet, nuk është vetëm Universiteti i Tetovës. Pse mos u jepet mundësia të inkuadroni? Po, desha të pyes, çka me rangimin e universiteteve, por edhe studimet e doktoraturës, pikërisht. Shumë është temë, po, është temë interesante. Lidhemi, a lidhet kjo me këtë tjetrën, a lidhen këta të dyja ndërmjet vete? Shumë saktë, është një lidhshmëri, edhe një problematikë, edhe krijon një konflikt, kur thotë janë do terma popullore që thotë krijojnë konflikt me njëri tjetrin. Për arsye se rangimi edhe aktualisht është i paraparë. E tash rangimit ja kemi pa sherrin. Do thotë popullata. Pse? Ne kemi respektuar, por institucionet semra nuk i kanë respektuar. Tani ka pat një rangim i kaskadua fati shumë më herët. Çdo 3 vite institucionet do të bëjnë rangim të ri. Rangim të ri nuk ka pas. Edhe na jemi penalizuar në studimet e doktoraturës shkak i mos realizimit të rangimit. Unë jam i bindur që në këtë moment ku flasim, ne të rangohen universitetet brenda shtetit, nëse jo më tepër në vendin e ditë minimum e kemi brenda vendit. Edhe ka pat një rangim më herët që kanë nxjerrë universitetit më poshtë, edhe shkaku i saj do thotë janë penalizuar akreditimet e programeve të reja të studimeve doktoraturës. Edhe ne nuk kërkojmë mëshirë, thjesht kërkojmë të respektohemi për atë që jemi. Do thotë kemi profesor, kemi staf, kemi programe, botime, libra dhe kërkojmë të respektohet punat dhe që të kemi mundësi të ecim para. E kjo është do thotë një nga arsyet me cilët ne ndihmojmë edhe vendit, shtetit si universitet. Se shohim se nëse diçka është fiktive, është gjuna të jetë pjesë e ligjit. Tash nuk do ishte fer jo vetëm në këtë rast të ligji arsimit lart. Në çdo ligj
Nëse një dispozit nuk respektohet, pse bëjmë pengesë për shoqërinë, për vendin, për territorin? Unë mendoj që tani po flas pak edhe me që si profesor vi nga drejta kushtetuese, dhe në aspektin juridik në ligjet duhet ta ndihmojnë zhvillimin e trive, shoqërisë, vendit tonë në çdo sferë. Pra kjo është ajo arsyeshmëria që kemi qartë edhe me opinionin se brenda stafi ato e dinë, edhe unë prezantoj kërkesat e profesorëve, do të thotë kjo është ajo që e them është zëri i çdo profesori, ne kemi akumulu zërin e secilit, edhe atë e prezantojmë edhe tani edhe para institucioneve e kemi dorëzuar zyrtarisht. Kjo është arsye për arsye se mos shpejtojmë me një ligj me ato nënë dispozita kryesisht të cilët i penalizojnë universitetet, por të tërhiqen, rishqirtohen edhe le të ketë dispozita të cilët janë të favorshme dhe sigurisht që ne jemi për dhënë kontributin tonë për cilësi, për atë pra rangimi nuk ka dalë i suksesshëm për arsye se me dekada nuk ka pat rangim të ri të universiteteve dhe na ka penalizuar. Edhe çështja për shembull që në draft ligjin e ri të arsimit lart ku potencohet se studimet të doktoraturës kanë të drejtë të organizojnë vetëm 4 universitetet më të ranguara, edhe kjo i penalizon universitetet. Tash ne kemi 6 universitete shtetërore me 10 private. E tani pse mos kanë mundësi gjitha universitetet shtetërore të organizojnë studime doktoraturës, kuptohet nëse i plotësojnë kushtet. Tani studimet duhet të realizohen nëse ka staf, ka kushte, mundësi një universitet, edhe janë bordet që vendosin. Tani me të parën këtu krijohet një diskriminim. Pse 4? Rangim nuk ka. Po mund të bëhet një rangim edhe mund të mbetet 20 vjet ai rangim, atëherë për 20 vjet ne i marrim qafë universitetet tjera i penalizojmë pa dashje. Për atë këto janë ato dilemat të cilët ne i themi nga përvoja. Në rast se dikush mendon ndryshe, atëherë po e them sebra publikisht që ai që mendon ndryshe nga kjo që e them të çështja e rangimit, ai institucion vetë nëse duhet i penalizuar, edhe mbajini mend që të kërkon ndihmë në Universitetin e Tetovës, hajde na ndihmoni se ju e keni thyr kombën edhe si ta tejkalojmë. Për atë ne themi që kërkojmë unifikim qëndrimeve, se qëndrimet tona janë të arsyeshme, i mbrojnë tërësi sistemin e arsimit lart Maqedoninë e Veriut. Nuk janë vetanakë pra vetë institucionit tonë, në tërësi e ndihmojnë. Pra një diçka e cila nuk ka qenë traditë e mirë, që nuk është vetëm në vendin tonë, edhe shtetet e zhvilluara sa më. Rase një praktik për shembull në një sferë nuk është e favorshme, çdo shtet e shfuqizon atë dispozit. Po. Ose si në ligj të ri ose modifikon. Unë mendoj që do të merren shumë praktike, shumë shtruar këto probleme. Të bisedohen, të trajtohen dhe kështu që këto janë ato disa nga vërejtjet. Për shembull është edhe një tjetër mos harrojmë H indeksi. Ka të bën me citimin. Tani çështja e asaj sa citohet një profesor, ne kemi analizuar mirë edhe na duket shumë teknike. Nuk i shohim se është një diçka që mat, që një barometër që mat aspektin e cilësisë ose shkencës. Diçka duket shumë fiktive. Edhe realisht sikur pak edhe ulën atë nivelin e shkollimit. Andaj për atë ne kemi kërkuar që e këtu shoh që edhe universitetet tjera me sa di kemi qendrim të njëjtë. Pse të vendosen në ligj një diçka e cila nuk e ndihmon do thotë avancimin e universiteteve. Pra, vërejtjet tona kanë të bëjnë nuk është ajo që e ulin, po e rrisin cilësinë. Do thotë respektimi i gjitha këtyre vërejtjeve, cilët i ka adresuar ndaj draft ligjit të arsimit lart Universitetit të Tetovës, janë kontribut për ngritjen e cilësisë. Për atë ne kërkojmë që këto vërejtje, rekomandime të merren parasysh, që në versionin e ri të përmirësohen, edhe atëherë jemi krejt okay. Për arsye se kjo është një nga mundësitë përmes të cilës në tërësi ne do t'i kontribuonim realisht të zhvillimit të sferës arsimit të lartë. Tregoni sa cënohet autonomia universitare? Realisht përmes faktit që teneni i cili përcakton formimin e këshillit universitar, po. Për arsye se krijohet institucion i cili duplifikon çështjen e vendimmarrjes. Tani çdo universitet ka senatin, këshillin e rektoratit, është rektori që përfaqëson universitetin që zbaton vendimet. Në këtë rast ne krijojmë një duplifikim. Ndonjëherë
ka marrë drejtën edhe e krahasoj në disa raste sikur shkojmë në atë variantin disa shtete që kanë parlamente dydhomshe. Tani nëse dikur njëra dhomë ka qenë që korrigjon tjetrën, okej, mirë po në rast se mbetet këshillëdhënëse, atëherë mund mbetet vetëm si tradit, mirë po jo si pengesë e tjetrës. Në këtë rast, çka do të kemi atëherë dy trupa, ata i vinë si ndërhyrje për pushtetit ekzekutiv, do të thotë në veprimtarinë e universiteteve. Kjo është rreziku. Për atë do të thotë që ne kërkojmë që do të thotë nuk është e nevojshme ekzistimi i një këshilli të tillë, për arsye se ka mekanizma kontrolli universiteti, janë krejt institucionet, edhe zbatohen të njëjtët, kështu që këto janë ato vërejtje të cilat na i kemi adresu edhe i kemi arsyetu, do të thotë sepse i kërkojmë thjesht, nuk është që për opinionin që të jemi qartë, vetëm se profesorët dëshirojnë të bëjnë punime, nuk i kanë problem, krejt në rregull kanë. Mirë po qëllimi është që ne ta respektojmë edhe atë që kemi kriju, do të thotë. Për shembull, flasim pak ta marrim në aspektin e modës, që të jemi më të qartë edhe për opinionin. Rast se kemi ne një dizajner këtu brenda shtetit ose dizajner, edhe ne do të themi që nuk është shumë cilësor do të marrim një dizajner ndërkombëtar. Po nëse kemi tonin, pse ta nënçmoj? Po. Nëse do të thotë jetë puna është atë tregu, do të thotë se çmohet nga ana, për të shembull themi kryesisht brezi i ri, do të thotë puna e tij, shumë rregull, jemi shumë okay, do të thotë. Atëherë ne ai edhe do të promovon vlerat tona, do të arrisë edhe në tregun ndërkombëtar do ta afirmon shtetin. E kjo është ajo brenga pra që ta sqarojmë, se ne dëshirojmë që të respektohet edhe ajo e jona, se është shumë e vështirë është kryesh një traditë, themelosh një institucion, të arrish, kultivojsh, edhe tani do t'i marrim brengat ndërkombëtare, këto mendoj kriteret krejt në rregull, po ai pak t'i shohim edhe kriteret tona që të ecim pak për tokë, që ndonjëherë si thotë fjala popullore mos fluturojmë shumë lart. Jemi të përgatitur për pranimin e studentëve të rinj. Po, semra sa kanë ardhur edhe shkresat zyrtare nga në institucioneve për që kemi ato komunikime zyrtare për caktimin, propozimin e numrit të studentëve, drejtimet, programet. Aktualisht do thotë tamam në kohën ke pyet, vetëm se sa kemi filluar do thotë intensivisht me këtë temë. Jemi duke i bërë propozimet pra nga çdo fakultet, edhe sigurisht që gjatë javashëm është kryesisht fokusi, pra na morë edhe atë kështu atë përgjigjen që kemi do thotë në hap më njëherë, është fokusi kryesisht tek përgatitja e programeve të reja, do thotë numri studentëve, mendoj mënyra e prezantimit. Jemi duke diskutuar tani mënyrën e prezantimit. Ja ne jemi shumë transparent, gjithçka që bëjmë themi, do thotë që i kemi broshurat, vizitat në për shkolla, po tani aktualisht jemi duke shqyrtuar gjitha mënyra se cilat qasje është më e mirë, më e pranueshme për të rinjt. Pra që të arrijmë që japim informacione, po pa i ngarku. Do thotë tani bëjmë një update edhe bëjmë një revizion të punës tonë. Për shembull ndër vite se i kemi prezantuar në për shkollat të mesme, do thotë punët, programet, si ka qenë ajo qasja, mos vallë për shembull brenda një dite kemi ngarkuar shumë nxënësit. E tash mundona pak të jemi vetë kritik, që kur dalim të jemi më përmbajtësor, më fleksibil, po të arrihet qëllimi, që i riu ta merr informatën. Pra qoftë mes asaj që do të prezantohet me të folur, me të shkruar, dhënia adresave elektronike dhe gjithë ato modalitetet që me pak fjalë, me shumë investim, mendoj intelektual, që të arrihet pa ngarkuar të riun, çaj ta përzgjedh me lehtësi drejtimin programin, ta sheh realisht se për çka do thotë ai mendon që është më i fuqishëm edhe don të ardhmë për shembull të jetë moderator apo profesora. Në shpesh i pyesim të rit, për shembull ai keni saktuar me profesorin çka do të jeni, a doni të jeni avokat, jurist, ekonomist, kryetar komune, ministër apo deputet, edhe themi po okay, po thuaj dëshirën, apo qeni gjykatës apo antari gjykatës kushtetuese, është normale me pat një ëndër. Patjetër. Kështu që ne mundohemi që të lehtësojmë, edhe rëndësishme që ta lehtësojmë atë mënyrën që ato ta zbardhin se cila është ajo ëndra e tyre, se ndonjëherë pak i kanë mjegull, dhe ne kemi qenë më të ri, e dim, edhe kanë shumë ëndra, shumë dëshira, po ne gradualisht do të mundohemi të lehtësojmë, edhe për atë është e mira institucionit tonë që vazhdimisht mundohemi që të bëhemi update, jemi vetë kritike dhe të shohim se çka është më e mira, jo vetëm në atë prizmin tonë, po si na shohin edhe të rit. Mundohemi edhe
ftesa më shpesh herë të realizojmë edhe përmes anketimeve, do të qenë ekipet tona të cilët kanë zhvilluar dhe anketime me trit, edhe me studentët aktual të cilët vetëm se janë të regjistruar, shembull kemi marrë mendim të tyre se si kanë arritur ato ta marrin për shembull atë informacionin kur janë regjistruar tek ne. Cila ka qenë mënyra më e përshtatshme, ku kanë patur ndonjë vërejtje. Do të pra punojmë në dy sfera, edhe në temi rekrutimin, pra ose afirmimin e programeve tona tek të rinjt, po edhe studentët e regjistruar, mundohemi pa i lodhur disi, për shembull me marrë mendimin e tyre, si ka qenë qasja jonë, kur ne kemi vizituar ato ku kanë qenë zonës. Për shembull ka qenë qasja mirë, ka qenë ngarkuar, cila metodë ka qenë më atraktive për ta, edhe mundohemi që po padyshim që në këtë rast, më lejoni që t'ju falenderoj edhe ju, për arsye se edhe kjo është një mënyrë informimit të rive, prindërve të tyre, se në këtë rast ne dim që është shumë e rëndësishme që edhe prindërit i kenë informatat e reale, si zhvillohen, cilët janë programet nëpër universitete, stafi akademik, cilët janë ato risitë që ndodhin në një universitet. Kështu falenderojmë edhe ju për mundësinë që na jepni që në një farë mënyrë edhe përmes këtyre misioneve ne t'i njoftojmë të rinjt, prindërit e tyre, qytetarët në tërësi, se si është ajo mënyra e regjistrimit, ato i kanë mandej afatet, ato vetë i marrin të rinjt janë më të shkathët, por për prindërit, pra peshën e programeve, se ndonjëherë ato dëshirojnë të dinë, po unë shpesh herë jam këtu pak kritik, u them që ju mund të orientoni, ti respektoni, ti mbështetni, po mos u ndërhini shumë, ndonjëherë jam pak qortuese, ato leni që vetë ta zgjedhin, e dinë më mirë se ne. Atë që duam, patjetër. Më trego cili është drejtimi më i kërkuar nga studentët viteve të fundit dhe cili është drejtimi më pak i kërkuar? E tani, duke e tregu cili është më shumë i kërkuar, indirekt në kuptohet cili është më pak. Okej. Që mos e humbim vlerën peshën. Jo, po, ndonjëherë realisht je në një moshë të re kur ti mendon edhe të shkosh me shoqërinë së bashku ta përzgjedhësh një drejtim të universitetit që mos ta humbësh shoqërinë, e ndoshta bën edhe këto gabime të vogla që pastaj në një drejtim ka aq shumë konkurrent, edhe është problem në të ardhmen edhe për punë të gjendet, përderisa ka drejtime tjera që ndoshta edhe kërkojnë shumë vende pune edhe në për vend. Ka shumë vend semra, realisht edhe ne vrajmë, ndoshta ndonjëherë mund të ndikojnë. Prandaj po them. Kjo është sepse edhe unë kam qenë re, edhe unë kam qenë në universitet dhe kam pasur si funksionon. Edhe shkolla e mesme dhe universiteti pak lidhen me shoqëri. Po shkon shoqja ime, po shkoj edhe unë. Realisht nuk e mendon në të ardhmen që ajo është konkurrent. Momentin kur ti regjistron një universitet, një drejtim në fakultet, ajo është konkurrent më. Sakt, ju jeni në studio. Do ta kesh parasysh sepse po ta zëm vendin e punës. Sakt, shumë sakt. Keni drejtë, edhe realisht mund të ndikohen. Kërkesat më të mëdha janë shkenca kompjuterike, që janë realisht mëdha, edhe ndonjëherë mund të jenë të ndikuara. Është do të thotë në trend kërkohet, por realisht ka dhe studentë të mirë. Pse nis edhe me shkencat kompjuterike, nga fakti se edhe muaj më parë edhe në nivel shtetëror, do të thotë në nivel fakulteteve të teknologjisë informatike, të zyrave të Bashkimit Evropian, Ministrisë Shoqërisë Informatike, ndoshta ju kujtohet ka patur edhe një konkurs, një garë mes trive studentëve. Halë edhe studentët e Universitetit të Tovës e morën vendin e parë, me çfarë unë i përgëzoj gjithë ata. Dhe çështja tjetër është në shkencat mjekësore është një kërkesë tradicionale, do thotë që kemi një numër shumë madh në gjitha drejtimet. Kemi patur edhe vitin e kaluar shembull në shkencat e zbatuara, sikurse ndërtimtari, arkitekturë, drejtime të tjera. E të kesh shëritje në shkencët e zbatuara nuk është pak. Të mjekësia nuk është risi gjithmonë ka. Të shkencët informatike është risi në nivel shtetit, po edhe tek ne do thotë është rrit numri, ndonjëherë edhe nuk kemi vende në na vin keq sa ka kërkesa, por risi rritja është për shembull të shkencët e zbatuara. Unë mendoj se edhe aty matën në universitetet. Rrisia është semra të kesh student në fakultetin e shkencave matematiko-natyrore. Ne kemi rritje. Po dikush mund të thotë profesor sa kemi rektor. Qoftë 1, 2, 3 student. Ti kesh 2, 3 student rritje në kimi nuk është pak. Si janë programe shumë veçanta që kërkojnë një specifik, një përkushtim me punë, me laborator, do të thotë duke mos e shkaluar edhe të tjerët, por të kesh rritje në matematik nuk është pak. Do të thotë që Universiteti i Tovës, sidomos ta viteve të fundit, kemi një rritje shumë të dukshme të theksuar edhe në fakultetin e shkencave pra matematiko-natyrore,
dhe kuptohet edhe në drejtime të tjera shkenca shoqërore jemi mirë, por fokusi është kë shkencat mjekësore, informatika, shkencat e zbatuara, dhe kjo në gëzon fakti që të rritë ka nisë dhe orientohen edhe në drejtime të shkollat në cilët ato ditën e nesërme mund të ushtrojnë edhe profesionin e tyre në formë të veprimtarisë private, që do të besojnë në vete, në institucionin, Universitetin e Tetovës, profesorët, shkatësitë e tyre, dhe kjo na përgëzon. Realisht më kam vlerësuar shumë si profesor rektor për zgjedhjen që kanë bërë studentët, do thotë që kanë do thotë një vizion shumë qartë. Profesor Jusuf Fundme, keni sill edhe një libër të ri, është drejta kushtetuese krahasuese, për gjithë ata cilët ndoshta nuk kanë pasur mundësi ta shohin ose të kenë informacion për këtë libër të ri, kam dëshirë që të na flasësh pak më tepër rreth kësaj, se për çka bëhet fjalë dhe për çka mund të shërbejë ky libër. Faleminderit për mundësinë që na jepni të themi 2-3 fjalë për librin. Ja dini, në procesin mësimor unë jam i angazhuar tani 25 vite. Para saj normal që kam qenë edhe në jetën aktive në universitet, si kryetar i studentëve, kam ushtruar detyrën e dekanit, disa detyre tjera, edhe ky libër është produkt, është libri i tetë imi, këtu si bashkautor jemi me profesorin akademik Arsim Bajrami, është një produkt i punës tonë jetësore, duke respektuar edhe punimet e tjera shkencore, librat, po kjo është diçka pak vërtet më ndryshe, për arsye se rrallësh në bibliotekat universitare edhe shteteve më zhvilluara të gjensh një libër për drejtën kushtetuese krahasuese. Është lënë të studiohet në shumë universitete, në fakultete juridike, dhe është përvoja jetësore jona. Nëse kur më kam pyet shok dhe miq, për shembull, sa vite keni punu, kemi punu një jetë, do të thotë, për me arrit deri te ky libër. Unë jam mirënjohës që bashkërisht kemi punu me akademik Arsim Bajramin, profesorin, një ndër profesorët eminent të drejtës kushtetuese, jo vetëm Republikën e Kosovës rajon, por edhe në nivel ndërkombëtar, është hartues pjesëmarrës në hartimin e gjitha akteve juridiko-kushtetuese të Republikës Kosovës, përfshirë marrëveshjen e Rambujës, pra edhe shumë momente kyçe kur dashur të merren për këtë shtet, do të thotë mendime, por ligjërues profesor në Universitetin e Tetovës nga ditët e para të themelimit. Edhe kemi punu me vite të tëra, do të thotë është një libër, unë mendoj që normal që ne do presim vlerësimet e juaja, që e lidh lexuesin, është edhe një kulturë qytetare. Pse? Për arsye se krahas saj për studentët tanë të drejtësisë, që kryesisht e lehtëson ta kuptojmë kushtetutën, cila është qasja e saj si një akt më i lartë juridik, për arsye se semra e vreni që shpesh herë ka për shembull edhe lindin konflikte në mes të institucioneve ose bazëve të funksioneve publike, kur është e kushtetuta shkaku i keq interpretimit të saj. Ne me këtë libër e lehtësojmë të kuptuarit e drejtës kushtetuese, e kushtetutës si akt juridik, do të thotë çka i shërben si funksion rregullator në një shtet, në një vend, edhe që të vim te ajo qasja e drejtë që ka, te qasja zhvillimore, do të thotë afirmimi i vlerave të drejtave themelore të qytetarit, njeriut, shtetasit, institucionet themelore, mënyra e funksionimit të tyre, por në këtë rast duke marrë edhe aspektin krahasues. Pra ndalemi së pari tek shtetet me demokraci të zhvilluar, si paraqiten kushtetutat e shkruara, ne aty bëjmë edhe një ndarje, është më shumë që studentët do të i kushtojnë rëndësi për të arritur ta kuptojnë këtë. Pra llojet e kushtetutave që ne themi të forta, të buta, të shkruara, të pashkruara, fiktive, reale, por është shumë e rëndësishme edhe për qytetarin kur ta lexon, se kupton se çka do të thotë një kushtetutë reale, çka fiktive, sa është në harmoni me realitetin që ndodh në një vend, dhe mbi gjitha proklamojmë do të thotë gjitha praktikat e institucioneve kryesisht të shteteve me demokraci të zhvilluar. Shumë kur flasim për kushtetutën e SHBA-ve ose ndryshe themi sistemin amerikan të qeverisjes, ne zbërthejmë shumë ndodhi, shumë dana risi, se si ka ardhur deri te një kushtetutë që të ketë një shtet shumë stabil, do të thotë kushtetuta e parë e shkruar që ende sistemi amerikan është shumë i përsosur. Jo rastësisht është një nga fuqitë politike dhe ekonomike botërore dhe në momentin që folim. Mandej e marrim sistemin anglez të qeverisjes, do thotë në një vend ku shumë interesant gërshetohet monarkia me demokracinë.
pra themi edhe monarkia në formën e saj më të përsosur, por edhe demokracia në formën më të përsosur lind në Angli. E tani mund pyete dikush po s'është mundur profesor që edhe monarkia apo mbretëria dhe demokracia apo nuk janë këto në kundërshtim njëra me tjetrën. E po janë, po kjo është pasuria e një shteti që ka arritur të kalon krejt këto faza dhe sot është një nga vendet më të zhvilluara në nivel botëror sikurse SBA-t. Natyrisht mandej i kemi edhe shtetet sikurse do të thotë Italia, Franca, varësisht nga trajta e qeverisjes që kanë, krahasojmë edhe funksionimin e vendeve shteteve të rajonit, duke marrë ato përvojat, praktikat, edhe në bazë të kësaj semra nxjerrim një konkluzioni se cilën do të jenë ato modele më të mira, si duhet të funksionojnë institucionet tona, dhe jemi munduar që të japim një kontributin tonë për me lehtësu pjesën e studimeve për studentët tanë, por edhe një kontribut për kolegët tanë, profesorët, gjithë ata studiuesi, studentët e magjistraturës, doktoraturës, edhe ta kenë një lehtësim në rrugtimin e hartimit të punimeve të tyre shkencore, qoftë magjistraturës, doktoraturës, por edhe publikimit të punimeve shkencore që tani ne kërkohen edhe jo të indeksuara ndërkombëtarisht dhe kështu me radhë. Unë ju falenderoj përzemërsisht shumë që ishit pjesë e emisionit tim dhe që folëm shumë çka edhe për universitetin, por gjithashtu edhe për librin tuaj të fundit. Shpresoj që do të takohemi sërish në ndonjë rast tjetër. Deri atëherë po shpresoj që do të ketë edhe më shumë aktivitete dhe këto vërejtje të vetëm të jenë realizuar dhe të hiqen. Faleminderit, është e rëndësishme që vërejtjet e profesorëve tanë të merren parasysh në korrigjimin e draft ligjit ose tërhiqet, kemi propozim të ri, parasysh se ne jemi për cilësi, por cilësi me gjendje reale, si shta me këmbët tokë edhe duke ecë para. Njëkohësisht jemi mirënjohës për mundësinë e promovimit të aktiviteteve të Universitetit të Tovës, por më vjen keq që nuk kemi mundësi t'i prezentojmë gjithë, që në momentin që ne flasim, ndodh që tani Fakulteti Pedagogjik në shkruan një marrëveshje bashkëpunimi juridik ose të tjerat, pra janë shumë aktivitete, por është e pamundur t'i prezentojmë krejt me njëherë, po për atë i kemi edhe faqet tona gjithandej dhe përmes cilës edhe qytetarët mund të informohen në detaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi sërish në studio.